Ndarja e bujshme mes Mateo Borrit dhe Brikena Selmanit, e cila ka qenë një nga temat më të komentuara të ditëve të fundit në rrjetet sociale, mund të mos ketë qenë ashtu siç është perceptuar nga publiku i gjerë. Gazetari i njohur i Showbizit ka bërë një deklaratë surprizuese gjatë një lidhje telefonike, ku ka hedhur dyshime të forta mbi vërtetësinë e ndarjes së çiftit. Sipas tij, Mateo dhe Brikena nuk janë ndarë realisht, por gjithçka është pjesë e një strategjie marketingu për të tërhequr vëmendjen e publikut. Ai u shpreh se Mateo dhe Brikena nuk janë ndarë, por e gjitha kjo është bërë për marketing. Ribashkimi i tyre do të ndodhë shumë shpejt dhe pikërisht në një emision. Kjo deklaratë ka ngjallur më njëherë reagime në rrjet, pasi për disa ditësh ndjekësit kanë diskutuar gjerësisht për raportin e dyshës dhe arsyeën që çuan në largimin e tyre nga njëri tjetri. Nëse pretendimi i gazetarit rezulton i vërtetë, atëherë publiku mund të jetë dëshmitar i një prej ribashkimeve më të komentuara televizive të momentit. Nga ana tjetër, na duhet të rikujtojmë se Mateo dhe Brikena u njohën gjatë qëndrimit në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, prej ku aty zhvilluan lidhjen e tyre, por pasi dolën nga shtëpia, ata u ndanë, të paktën, kështu mendohet. Se si do ta presim fancat këtë lajm, na mbetet vetëm të presim.